Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ky është edicioni qendror këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Edi Rama tregon disa nga pasojat e pezullimit të Belinda Ballukut, është bllokuar marrëveshja për fluturimet me Kanadan dhe 18 akte për rindërtimin. Bashkimi Evropian apelon që partitë të bëjnë transparencën e fondeve, cili bashkë kërkon ndryshime ligjore për ndëshkimin e fshehjes së burimeve të parave. Nga viti i ardhshëm nis reforma për taksën e pasurisë, qytetarët do të paguajnë më shumë dhe tarifa do të jetë sipas vlerës reale që prona ka në treg. Do të vjojmë gjërësisht me lajmet. Kryeministri Rama bëri të ditur këtë të mërkur disa nga pasojat konkrete të pezullimit nga detyrat të Belinda Ballukut. Marrëveshja për fluturimet me Kanadan është bllokuar pasi sipas tij nuk është firmosur nga Ministri e Transporteve. Po ashtu janë 10 akte që presin të miratohen, mes të cilave 18 i takojnë procesit të rindërtimit. Në reagimin e tij të radhës për pezullimin nga detyra të numri 2 të qeverisë Belinda Balluku, kryeministri Edi Rama numëroi vendimet që po presin firmën e ministres së infrastrukturës e që për shkak të vendimit të gjykatës së posaçme nuk miratohen dot. Mes vendimesh, sipas Ramës, është edhe nisja e fluturimeve ajrore mes Shqipërisë dhe Kanadas. Ja konkretisht nga tryeza ime punës sot, shembujt konkret, krejt aktual, pse unë i kam kërkuar gjykatës kushtetuese, heqjen e pezullimit absurd të një antarit të qeverisë dhe pse të pezullosh një ministër për herë të parë në botë, sjell pasoja që cënojnë konkretisht funksionimin e qeverisë dhe interesin publik. Kanë përfunduar diskutimet në nivel teknik dhe kthim përgjigja pozitive palës kanadeze. I ka hapur rrugë lidhjes së marrëveshjes dypalëshe mes Shqipërisë dhe Kanadas për nisjen e fluturimeve ajrore transoqeanike midis dy vendeve. Mirëpo, kjo procedurë aktualisht nuk mund të vijojë me hapat e mëtejshëm të miratimit e të nënshkrimit të saj, pasi autoritetin ekskluziv për këto hapa, kushtetuta ja jep ministrit dhe kompetencat e vendimarrjes të tij nuk mund të delegohen tek askush tjetër. Kështu që pezullimi në fjalë vendos një pikpyetje të madhe mbi fillimin e fluturimeve në qershor 2026, sipas parashikimit. Rama shton se në pritje për firmën e Ballukut janë edhe 18 akte që lidhen me rindërtimin pas tërmetit të 2019-s. Aktualisht ka edhe 36 akte të tjera të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, ku vetëm akte për rindërtim janë 18, të cilat mbeten të pezulluara bashkë me ministrin, ndërkohë që çdo ditë që pezullimi i ministrit zgjatet edhe lista e punëve të bllokuara. Rasti i Belinda Ballukut është në gjykatën kushtetuese. Qeveria kërkon prej saj një vendim nëse gjyqësori mund të ndërhyjë në punët e ekzekutivit duke pezulluar ministra. Mbledhja e gjyqtarëve ishte e planifikuar për të njëjtën, por gjykata kushtetuese në një njoftim zyrtar sqaroi se për shkak të kompleksitetit të çështjes, volumit të materialeve dhe agjendës, seanca do të mbahet në datën 12 dhjetor. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, kërkoi transparencë të plotë për financimet e partive politike. Edhe komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Cili Bashi bëri thirrje për ndryshime ligjore që ndëshkojnë fshehjen e burimeve të financimit. Partitë politike duhet të tregojnë më transparente sa i përket financimeve. Ky ishte mesazhi i ambasadorit të BE në Tiranë Silvio Gonzato, i cili theksoi se raportimi i burimit të parave është i domosdoshëm për një konkurrencë të drejtë. Shqipëria duhet të përdorë këtë moment për të çuar përpara reformat që sigurojnë transparencë në financimin e partive dhe fushatave, forcojnë mbikëqyrjen e pavarur, adresojnë nevojën për të parandaluar abuzimin e burimeve publike për qëllime zgjedhore, nevojën për të mbështetur debatin publik të bazuar në fakte dhe për të mbrojtur konkurrencën zgjedhore nga ndikimi i padrejtë duke përfshirë edhe në sferën digjitale. Të njëjtën linjë mbajti edhe kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Cili Bashi, i cili ngriti shqetësimin se partitë politike nuk pasqyrojnë të plota burimet financiare. Që kontrolli vjetor do duhet kryhet vetëm për partitë që kanë aktivitet financiar real, kanë një status aktiv në regjistrat përkatëse të regjistrimit të partive politike apo dhe regjistrat të tjerë dhe përfitojnë fonde nga buxheti i shtetit. Në vlerësimin ton, ky propozim i KQZ-s do të eliminonte auditimin formal të partive jo funksionale, ose që praktikisht nuk ekzistojnë, dhe do të përqendrojë resurset
të subjektet që realisht ndikojnë në sistemin politik. Si përfaqësues të Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhore, Damian Gjiknuri nga PS dhe Oert Bylykbashi nga PD theksuan se këto problematika do të adresohen gjatë mbledhjeve. Dhe ka akoma nevojë për të parë, unë mendoj që edhe siç është shpesh rekomanduar edhe nga disa organizata, që dhe ligji për financimin e partive politike mund të jetojë më vete. Dhe këto janë prioritete shumë dha dhe pa tjetër do të prekin edhe financimin në mënyrë të rëndësishme. KQZ propozon që kontrolli vjetor të kryhet vetëm për partitë me aktivitet real dhe me financim nga buxheti i shtetit, duke shmangur auditimin formal të partive jo aktive. Arrestimi i Federica Mogherinit nga prokuroria belge ka sjellë edhe reagimin e opozitës shqiptare. Kreu-demokrat Berisha tha se çështja e Kolegjit të Europës që po hetohet në Bruksel duhet të përfshijë edhe degën që ka në Shqipëri. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i kërkoi prokurorisë evropiane shtrihetimin edhe në Tiranë për Federica Mogherinin, ish zyrtare e lartë Komisionit Evropian, e cila aktualisht mban detyrën e rektores së Kolegjit të Evropës edhe në degën që është hapur në Shqipëri. Një ditë pas arrestimit Mogherinit, Berisha akuzoi rektorin e Kolegjit të Evropës dhe kryeministrin Edi Rama për korrupsion në ndërtimin e kampusit të këtij kolegji me vlerë 17 milion euro. Ju bëjnë thirrje të hetojnë të gjitha emailët SMS-t që Rama ka shkëmbyer me Federica Mogherinin për këtë çështje, shqiptarët do të vlerësonin me mirënjohje hetimin e lobingut që Federica Mogherini ka bërë për Edi Ramën për sukseset e tij imagjinare, mbulimin e mega skandaleve të tij në Bruksel dhe në veçanti angazhimin e saj kundër opozitës shqiptare. Për të akuzave ndaj qeverisë, Sali Berisha komentoi zhvillimin në Partinë Demokratike dhe takimet e ish deputetit Ervin Saliani me një grup demokratësh. Berisha u treguai prerë dhe i mbylli rrugën çdo lëvizje që vjen nga grupi i Salianit. Asnjë aktivitet jashtë forumeve të PD-s nuk mund të ketë ndikimin më të vogël në PD. Çdo aktivitet jashtë forumeve të PD-s është strikt privat, pa asnjë lidhje me Partinë Demokratike. Sipas Berishës, Partia Demokratike ka nisur analizën e çdo proces reformimi do të nisë nga brenda radhëve të saj. Mbledhja e Komisionit të Ekonomisë është shoqëruar me debate tensione mes deputetëve. Agron Sheja është përplasur ashpër me deputetin socialist Erion Braçe për radhën e fjalës, se përpasoj ai është përjashtuar nga komisioni. Komisioni për Ekonominë, Punësimin dhe Financat prodhoi debat mes deputetëve gjatë shqyrtimit dhe miratimit të projektligjeve të paketës fiskale. Ndërsa po diskutohej projektligji i rimbursimit të fermerit, deputeti Agron Sheaj kërkoi fjalën, por kryetaria Milva Ekonomi ju përgjigj duke sqaruar se prioritet kanë anëtarët e përhershëm e më pas ata zëvendësues. Dhe mos e quani veten ju për neve, se në këtë rast nuk e të bën veten antar të komisionit, po na drejtohesh ju. Dhe vetë e përjashton veten nga antarësia në këtë komision. Dhe prandaj është mirë që kur ulesh këtu me ne, të ndjekësh procedurën që ka komisioni. Do ishte shumë e udhës të punojë me procedurën e komisionit. Ju mendoni se ne këtu jemi në shkollë ose në një kopësht dhe ju mbani mungesat dhe thoni kush ka ardhur më shumë, do flasim më shumë. Ju lutem zonjë kryetare, mos e bëni këtë komision qesharak më shumë se ç'është. Pas kësaj ndërhyri deputeti Erion Braçe me tone të ashpra ndaj Shehajt duke ndërprerë seancën. Ky i fundit u përjashtua nga komisioni. Unë po flas me kryetarin, qetëso. Pas rikthimit në normalitet, deputeti Braçe propozoi disa ndryshime në projektligjin për rimbursimin e fermerit. Ai kërkoi që e drejta e rimbursimit të mos u jepet vetëm atyre që çojnë mallin te grumbulluesi apo përpunuesi, por edhe atyre që shesin në tregjet e lira nëpër bashkitë e vendit, ku produktet blihen drejt për drejt nga konsumatorët. E dini që në çdo qytet janë krijuar tregje bujqësore, në të cilat dalin dhe shesin bujq prodhues. Nuk shesin grumbullues, po shesin bujq. Tani kush është kjo qeveria që thot që ti që prodhon dhe del shet vet në tregun e lushnjës, 100 kile, 100 kuintal, 1 ton, 2 ton e kështu me radhë prodhimet të tuat nuk merr kompensim. Këto propozime nuk u morën parasysh nga Ministria e Financave e pranishme në komision, duke miratuar vetëm në parim projektligj ekzistues.
Duke nisur nga viti tjetër, taksa e pasurisë do të ndryshojë. Projekti i qeverisë parashikon që ajo të bazohet në vlerën e tregut e përpasoj do të jetë më lartë se tarifat aktuale. Të gjitha të ardhurat do të shkojnë në arkën e bashkive. Në Shqipëri po hyn në fazën e fundit një nga reformat më të rëndësishme fiskale të dekadës, ajo e taksës së pasurisë së paluajtshme. Për herë të parë, prona do të taksohen mbi vlerën reale të tregut dhe jo mbi çmimet e vjetra, një sistem që ka prodhuar padrejtësi dhe të ardhura minimale për bashkitë. Të gjitha pagesat do të shkojnë drejt për drejt në bashki. Qëllimi është i qartë, të rriten të ardhurat vendore, të kenë më shumë investime lokale dhe më shumë shërbime për qytetarët nga drejtimi publik te rrugët dhe hapësirat e gjelbra. Qofse ne referohemi buxhetit të 2026-s, vetë Ministria e Financave dhe ajo çfarë parashikohet nga vënia në jetë të kësaj reforme, ka një rritje të konsiderueshme të ardhurave lokale bazuar në taksën e pronësisë. Dhe këto janë të ardhurat cilat do të jenë të administruara nga bashkitë për të përmirësuar shërbimet lokale, për të pasur në fund ditës shërbime më të mira për qytetarët. Reforma synon të zëvendësojë një sistem të vjetëruar që nuk përputhej më me realitetin e tregut. Për 3 vite me radhë të ardhurat nga taksa e pronës në Shqipëri zinin vetëm 0.3% të PPB-s, 3 herë më pak se vendet fqinje. Ministria e Financave përllogarit që deri në vitin 2030 të ardhurat të zënë 1% të PPB-s, duke ju afruar direktivave të Bashkimit Evropian. Qëllimi ynë kryesor është të garantojmë një taksim të drejtë dhe efikas të pronës në Shqipëri, si dhe të forcojmë rolin e bashkive për mbledhjen e një prej taksave më të rëndësishme, jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë. Por rrugtimi drejt reformimit të plot nuk ka përfunduar ende. E themi këtë sepse është e nevojshme që të theksoj se taksa mbi pronën duhet të jetë taksa më kontributive dhe më e rëndësishme për njësitë e vetë qeverisjes vendore. Për vitin 2026, parashikimi të ardhurave nga taksa e pronës është në masën 10 miliard lekë ose rreth 100 milion euro, me një rritje prej 1.4 miliard lekë është më shumë, apo 14 milion euro më shumë se sa viti 2025. 2026 dhe 2027 do të jenë vite tranzitore. Kjo do të thotë se qytetarët nuk do të përballen menjëherë me tarifën e plot. Bashkitë do të kenë kohë të integrohen në sistemin e ri të kadastrës, ndërsa vlerësimi i tregut do të bëhet me faza. Në 2028 reforma parashikohet të zbatohet plotësisht në të gjitha bashkitë. Një 33 vjeçar është arrestuar në përrenja si implikuar në vrasjen e biznesmenit Mondi Mëhalla, por uniformat blu nuk kanë përcaktuar rolin e të riut në krim, ndërsa në kërkim mbeten 2 persona të identifikuar nga hetuesit si ekzekutor. Policia ka vënë pranga një tjetër person të dyshuar për përfshirjen e ekzekutimin e biznesmenit Mondi Mëhalla në Elbasan, ngjarje që tronditi qytetin pak ditë më parë. Arrestimi është kryer në Prenjas, ku kap 33 vjeçarin Nevzat Spahu, person me precedent penal për tentativë vrasje, vjedhje dhe kanosje. Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se kapja e Spahus ishte rezultati disa orësh ndjekje dhe verifikimesh të kryera nga policia e shtetit. Mondi Mëhalla, siç duket në këtë foto, u ekzekutua të dielën e Elbasan sapo hyri brenda automjetit të tij Range Rover. Autori është fiksuar teksa i hap zjarr 43 vjeçarit që mbeti i vdekur në vend. Marcelo Arani dhe Armando Cola, të identifikuar si ekzekutorët e tij, janë shpallur në kërkim, ndërsa në pranga janë vënë edhe 2 persona, ish ortaku i Mëhallës në biznesin që ai kishte me taksit, Gino Ago, dhe Kujtim Pisha, 52 vjeç, roja i karburantit në akuzë për mos kallëzim krimi. 2 ekzekutorët Marcelo Arani, 32 vjeç, banues në Elbasan, i cili ka mas siguri arrest në shtëpi për një tjetër vepër penale, dhe Armando Cola, 35 vjeç, banues në Laç, akuzohen për vrasje me paramendim kryer në bashkëpunim, armbajtje pa leje si dhe largimi të burgosurit nga vendi i qëndrimit. Policia arrestoi dhe Naldo Gjinin nga Lezhë, i cili ishte parë ditët e fundit duke qarkulluar me makinën tip Audi që përdorën autorët në ekzekutimin e 43 vjeçarit. Ky automjet rezulton në pronësi të subjektit të viktimës që jepte makina me qira. Pas ngjarjes së rëndë, makina Audi u gjetë djegur në fshatin Mirak bashkë me një pistolet brenda. Një 21 vjeçar është shpallur në kërkim dhe është vënë pranga nga policia e Durrësit pasi viste automjete me qëllim shitjen e tyre te persona me precedent kriminal. 21 vjeçari nga Bulqisa u kap në një operacion të beft, ku vetëm pak minuta se t'i vendoseshin prangat, kishte vidhur një automjet Benz në fshatin Gjoric, Bulqiz. Sapo ka parë shërbimet e policisë, ai është larguar me shpejtësi bashkë me automjetin në drejtim të Tiranës, por pa sukses. 21 vjeçari ka vjedhur edhe 3 automjete të tjera tek lagjet 15
16 dhe 17 të Durrësit, si edhe sende personale në një automjet po në qytetin Bregdetar. Efektive gjatë kontrollit kanë gjetur dhe sekuestruar automjetet e vjedhura të markave Benz, Toyota, Volkswagen dhe Ford Focus. Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë, mirupafshim.